Përshëndetje. Shok, si e e mirë? Po ta them se ti më mirë mos më pyet. Palla e kam fëmijët e mi, po ka fëmija për çdo ditë që është shef, e i folin në shkollë keq. E krejt. Nuk i thom si do t'i thom, përveç se shok, një respekti, njerëzim. Qështu i thojmë ane ka kuksi. Kështu që Shiko Alex, s'kam si, s'kam dalin. Po. Shiko, unë personalisht nuk të njoh ty, nuk njoh personin tjetër, nuk njoh as edhe atë të tretin që kam futur, s'ju kam njohur ndonjëherë. Këtë personin kam pat fatin që në momentin që kemi ardhur këtu na është ngjitur mbrapa dhe e di shumë mirë, por gjithsesi unë di të them kaq që shumë faleminderit për çdo gjë që na ke ndihmuar, që e ke marrë GoFundMe dhe e ke plotësuar gjithë shumën. Edhe për pjesën e lekëve që kanë thënë që ti i ke tërhequr lekët, dua ta sqaroj të them që lekët nuk i ke tërhequr asnjëherë ti. Lekët janë tërhequr për arsye të lekët janë kthyer për arsye verifikimi nga banka. Si ti edhe shumë njerëz të tjerë. Lekët nuk janë marrë nga ti. E dyta. Jam veç unë. Nuk je vetëm ti. Një. E dyta. Për pjesën e spitalit, doktori nuk ka thënë në asnjë moment që pranvera nuk është e sëmurë, nuk ka leuqemi, se si zotria në fjalë vazhdon e thot her pas herët. Analizat që po priten, biopsia nuk ka dalë, ai ka vetëm letrat e discharge që mi ka marrë. Jo që ja kam dhënë unë, nuk ka shanse ai të shkojë në spital, edhe ai nuk di që fare se ku jam unë tani, dhe nuk kam se t'i jap llogari ose adresën ku unë jam tani, jam apo s'jam në spital, dhe plani që po pritet tani nga doktorët është për t'u diskutuar që pranvera do vazhdoj kimioterapin, immunoterapi për 2 vite ose do vazhdoj me transplantin. Njërën ose tjetrën do bëhet me patjetër. Në qoftë se ju doni të prisni, sepse as unë nuk e kam të lehtë, kam presion, kam shumë histori që ai personi ka thënë dhe më shkatruar familja, nuk po e them më po më shkatruar, po na keni çuar në pikë të fundit. Na keni çuar? Të gjithë. Të gjithë se as ti nuk po e beson më këtë gjë. Unë të kam thënë të lutem më. Unë kam një djalë që shkon në shkollë, edhe fëmijët krejt po mi folin, ati djali edhe po më qesin për me. E kuptoj shumë mirë. Nuk ka, o e zoj, ka dalë njëra se kam 10 ditë të musha familja, një gjanë nuk dulet më mbrojt tani sen, me thonë, ora Alexi, prit se i kena thonë, ne me prit, me që analiza, me që, nuk kanë dalë, qa të themi ne, mos njërë se gjinafë, për zotën ka zotësi, për mos njërë. Ma Alexi, mos njërë. Ka zotësi, për ti nuk e faj në asnjë moment në këtë gjë nuk e faj ti, nuk ke asnjë gjë të bësh ti me këtë gjë, këtë po them, këtë po përpiqem të them. Nuk po të gjykojmë ty, përkundrazi po të themi faleminderit sepse ti na ke ndihmuar. Shqipëria, mëj. Po nuk je vetëm ti që je në probleme. Po, dorë, të rodë. Alex, mbajmë edhe ne përgjithësi. Një video nuk e meritosha unë për shembull, një sen me thonë, a nuk i shifni se çfarë të mshaha? Një sen nuk e meritosha. Dali përgjigja. Unë po pres të dali përgjigja. Për shembull me shpjegue se ç'a jeni tu prit, ç'as jeni tu prit, ma shpjegue. Po pres të dali përgjigja dhe nëse nuk del përgjigja shumë shpejt, unë jam e detyruar të pres doktorin dhe të dish diçka, jo çdo spital funksionon në të njëjtën mënyrë. Pa kene letër për zojmë, ja u tregu shtyneve deleve, këti dele popull. A keni në letër, keni ta e prit. Unë ta kam dërguar dhe ti e ke postuar në Instagram një letër për transplantin. Për këtu nuk kanë dalë akoma. Nuk kam qa të bëj, nuk mund të shkoj unë dhe të bërtas, të ulëras, të bëj çfarë të duan, nuk kanë dalë, nuk janë gati. Qa të them më, qa të bëj më tani? Ai personi dele dhe thot histori që janë në ekstrem, nuk janë ashtu fare, janë çdo gjë budallik nga mendja e tij. Po do mbaj shumë përgjegjësi për këtë gjë. Unë vetëm kaq di të them, të lutem. Dhe jo vetëm ty, po të gjithë njerëzve, e di që janë të interesuar, e di që mendojnë që i kemi gënyer, nuk ju vë faj asnjërit aq më pak ty që na ke ndihmuar që nga dita e parë deri sa. Po janë ore fëmijët në shkollë, djalit mi thojnë ore, djalit. S'po maj momë. Po nuk kam bënë ai zot keqë më shok për vetë se ndihmesër. A jeni njerëz, ju as jeni.
Unë nuk e di qa të them përveç se të them më fal, që je futur në këtë situatë, nuk të doja kur që t'ishe futur, mos të ishe përfshirë fare, do isha më e lumtur, edhe nuk A kam di se që shoqja jote i ka qenë mesazh burrit huj, që burri huj del aty, thot 4 Aleksi lekt. Shoqja jote është, s'është shoqja ime. A e dini? Nuk e kam ditur. Por nëse keni një provë, ju si grup, si familje që kam hyrë në këtë GoFund, Zoti ju vraft, po se keni nxjerr një gjë kundra meje. Edhe nëse keni çdo grup që jeni kundra meje, nxirrni një provë kundra Aleksit, mos më ofendoni, mos më shani se unë kam hyrë për mirë. Unë e kam pa. Nuk ofenduar në asnjë moment. Unë kam hyrë me $180,000, me $180,000 të kam marrë në dorë ty, o zoj. Unë e kam pa të jeta që. Alex, nuk të ka, nga familja ime, nga ana jon ty, nuk të ka ofenduar asnjë njeri për kundrazi, të jemi ndjerë gjithmonë falenderues që na ke ndihmuar. Asnjëherë nuk ka dalë nga ne. Ai zotëria bën mirë t'i nxjerrë siç i ka regjistruar me plan nga dita 1 deri në ditën e fundit që ka qenë plani i tij për të regjistruar. Pse nuk kemi ne regjistrime? Po i ka llogaritur shumë mirë gjërat, ka bërë planin që nga dita e parë deri në ditën e fundit pas ka regjistrime. Nxjerri regjistrimet ashtu siç janë. Un kam për detyrim të kërkoj falje ty që je futur në këtë gjë dhe të po të masakrojnë me të shara, me ofendime dhe nuk ke faj, nuk ke të bësh fare me këtë gjë. Ne kemi ardhur të treja, unë, mami, motra, nuk kemi lidhje me asnjë person dhe jemi të detyruar kur ato analizat të dalin, të dalë edhe unë me fytyrën tim dhe t'i tregoj të gjitha. Në asnjë moment nuk është thënë që unë nuk jam me sëmur apo nga doktori që Pranvera Mollaj nuk ka leucemi. Nëse dikush ose kush është doktor kur i kupton shumë mirë. Analiza për parë Zotin, kur janë, sa kohë, qa për këtë çaj. Nëse do mund t'i tregoj dhe emailët dhe telefonata që i kam bërë doktori ditë për ditë, sepse unë jam shumë stres, unë dua që këto të dalin dhe të mbyllet njëre mike dhe të rri tamam, të rri rehat. Të sqarohen të gjithë, jo vetëm ti. Unë kaq kisha, kaq them, po pres. Nuk kam asnjë gjë kundër te, nuk ke fal në asnjë gjë. Absolutisht në asnjë gjë. Madje të kërkoj ndjes që je futur dhe je përfshirë dhe je në këtë gjendje për mua. Ore, a di që më shkruajti djali tani, do ta tregoj mesazh? Ma dërgo privat. Për Zotin, më shkruajti djali stash që ta mirëni vesh këtë ashtu na pa dhe ai, se ja ka nisë çdo ditë tukajt, seriozisht se s'bëj viktimen, se mu nuk më plas trapi as për internet as kur jam falë motor shumë, për çet fjalor, mos se unë jetoj për interneti. Nuk jetoj për interneti, kam 21 vjet që jam on top për Zotin, faleminderit Zotit. Po më shkruaj djali thot, o bab, po pse si tu, pse e patet kaq urgjent fillim e shtash s'është si ka mundsi? Se ne kena pa në televizor pra ne. Kena pa në televizor se ka qenë urgjente. Është urgjent, unë nuk po marr mjekim për momentin, unë nuk po marr mjekim për momentin dhe në çdo moment që unë kam arritur këtë fazë, në çdo moment mua më përkeqësohet situata, me këtë stresin që po kaloj dhe një nga gjërat kryesore leuqemis është stresi. Me këtë gjë që po kaloj, nëse ti je smur. Jam e smur o njeri, jam e smur, jam e smur. Kemë kaluar depresion me vra veten, se jam të vra veten, unë o shoh. Atëherë do ta shohim kur marrësh përgjigje dhe do flasësh shumë ndryshe, po gjithsesi nuk të vë fare se në presion. Je në presion dhe të kuptojmë, kaq, nuk dua të zgjasim shumë. Po shef, djali jam atu 12 vjeç, ai peça më shkruajti. Ai peça shkruajti. Po djali pashallahu na Leo ma shkruajti. A Leo mos më bota marrë në telefon, a Leo tha, o bab tha, thuj, po ne e kena pa në televizor mërë bab tha. Për këtë arsye dola edhe unë për të folur me ty, sepse e pash që u preke. Po më dam shpirti, po kam hyrë për miret, ndale dhun. O Pranver, kur kena pas telefonatën si janë tërheq lek nga mrapa, unë i kam lek në bank, nuk ja kam qua zburit uja akoma, derisa dale përgjigja jote lek do t'jetë në bank tejme. Atë kam thonë, shok ha, kështë gjana që mi keni bon, turp t'ju vinjë. Lekt i keni me vadhon kur t'ju doni, ndash cash, ndash nusët të dë, ndash më qoni i bank. Po, e ke thënë të gjë. Po pse u akuzova 2 ditë që kam tërheq lek? Tani akuzohem për sen tjetër. Pse bre?
Po të pak të një video, asë meritosha unë për shembull të më smarrim këtë pikë. Shiko, do të bëj një pyetje. Ti je akuzuar nga unë? Fiks nga Pranvera Molla Jo, të kam nuk jam marrë në akuzuar, telefon? jam akuzuar nga ato Kush të ka persona. akuzuar ty? Nga persona që edhe kanë kontribuar për atë. Kush Po i persona pari krejt që çdo ka, live. i pari personi i pari që ka ardhur tek ti dhe të ka thënë, të ka treguar gjëra, kush ka qenë? Eli ka qenë. Okej, shko te ai person dhe pyete për këtë gjë. Unë po të isha në Po ato çfarë lidhje kam? Ju keni shku në Amerikë ta ai, s'keni ardhur në Shqipëri tonë. Ju keni Ore, lidhur unë shoqëni kam më marrë shumë. për hallin Se unë kur tim kam dalë këtu. prej burgu, Unë unë kam shoh. marrë Unë shoh për hallin në tim për Amerikë. ai njeri që Unë u gjit thjesht- mbrapa dhe bëri atë që bëri. Unë atë Po shoh. person nuk e njihem përpara, nuk kam Po shoh, kontakte me atë person dhe kur është ju kam ngjitur parë në ai Amerikë, më mbrapa. kanë shkruajt njerëz. Më kanë shkruajt njerëz. Kur kam ardhur në Amerikë, kur kam ardhur, si kam dalë prej burgut në Turqi, kur kam ardhur, më shkruajnë njerëz po janë ashkalosha. Ishte të më djeg edhe Aleksi si Aleks. Po thosha hajt mos ta bëj se unë s'jam mësuar me boj nder edhe ma shpoty, ma pshty aty. Se bëj to, jam i krijuar kështu, o shoh. Po unë e meritosha një zën me ma bo të paktën ti. Po nana, një zën, po unë për djalin tem, o për vajzën teme, për zotën, për tas me zorë mushnia është. Valaj, unë nesër, një teme, kam prek mojen, e kam prek funin, minusin. Po nesër dal me më njëtë një gjanë djalit, s'më vjetur pish, dal qëtu. Edhe me ma akuzu personin që ma ka marrë për sipër për zotën e bosha i gjanë. Valaj. Nga ne ti nuk e akuzuar. A e shef qarë shkruin, a e shef, shifi. Ke shumë njerëz që kanë kontribu i shofermat, hap kameren, bë kameren këte, ane këne, shifi. Alex, ne kemi folë në telefon dhe unë të kam shpjeguar që ne kemi qenë të kërcënuara nga ky personi dhe ky mbas kësaj ka qenë i gjithë veprimi se si ka qenë. I ka nxjerrë të gjitha me video dhe kur kemi ikur të merruara. Se nga frika jemi larguar. Tani, unë nuk kam gjë tjetër, veç të them të kërkoj ndjes që e futur në të gjithë këta dhe kur të dalin të gjitha, do i kesh ti në dorë dhe do jem unë që do flas me ty si që kemi lënë. Kaq, unë nuk mund të them gjë tjetër më, se i ka thënë ai personi aq shumë gënjeshtra sa që unë do i marr një nga një tani dhe do filloj punën time. Unë dua të dal dhe të them që nuk kam gënjur për sëmundjen time dhe ja ku janë dokumentat. Pastaj gjërat e tjera që ka bërë ai personi, merrem unë personalisht me atë person. Më s'du me pyet pse e qysh se s'mi intereso. Zotni jam fjalë, quhet El Parubi dhe Alex Visha. Kena qenë dy persona që kena mbledh GoFundin për vajzat. Sukur i kanë shkruajt shoqet e kësaj, e një familjar, e njerëz, i kanë shkruajt edhe zotnis, edhe kështu, edhe aja ka marrë. El Parubi, kur jam kanë në gjumon, sa e lekton, se kam qef me kanë prezent, kur të folin njerëz, ja u kam shpjegu në video, e kam video në halas më shtmyll të TikTok, e kam shpjegu se kam bo udhtim prej Shqipërije, 6 orë, kam shku edhe me lidh dritat, kam prej Cikupel, mbi se 3 orë me lidh dritat, se më kishin prej dritat, në Dubai, edhe më ka zonë gjumi, edhe jam ka një vdek e më gjumë. Kur ka hyeli më live, ka thonë, a për famë është ta boj, si shohet, më kanë ra familjar me mira njërës në telefon. Okej? Dhe kur jam qut në esmën, si kam thonë gjojelit. Jam fut me ta, e kam përtyp, edhe kam vazhdua. Kena plëcu GoFundin, edhe kam ra më burg, më keni pa më live. Ju thoni jo, unë thonë po, se këshua, keni bie në HB-ve, keni diablon e HB-ve, keni kejkejn e HB-ve, keni Ilirin ja hoqen lirin të HB-ve, 4 persona që ju i njifni. Okej? Live jam kanë burg me to. Keni vushtrin Kosovën, sa për ban, sa për djemt në rrugë Dzejz, Kosovën e Dubajt, jam kanë me ta, që i thrasin Kosova, elton vushtrin, i keni aty. Jam kanë me to, keni Albert Vishën që një në gjaj se jam ora më qafon. Ja bom edhe ban. Tani, vajza, shtolafet, sukur janë t'ju thonë ju, mi ka thonë edhe mu. Prit, sena,
të bon, të prit letra. Eli qet letra. Okej? Eli qet letra. Vajza thot pritni. Tani, çfarë i kam unë që kam forcë me mu shgofonde? Çfarë prove ka si familja, si Eli, si tjetri, kundër meje? Alex Visha këtu është dhe ju përgjigjem. Si screen record, si një mesazh, si një diçka, një çdo llojane, unë jam i pastër. Shpyl që jam tu fol, jam. Se që adoni me më gjitë ju, më gjitë një, po se kam forcë me mush go fonde, e kam forcë ekonomie, e kam forcë shoqënie, këta e kam. Këta e kam. Shiko, unë për faktin që thua për shoqen time që ka dërguar, ajo është e kërcënuar edhe si që ka bërë presion, më ka bërë mua, i ka bërë edhe asaj, unë me shoqen time nuk kam kontakt më sepse i ka bërë presion dhe vazhdon t'i bëj, ajo po zgjedh gjërat e veta në mënyrë ligjore, siç po e bëj edhe unë dola për të thënë të kërkoj ndjes që e futur në këtë situatë, do dalin dokumenta, do dalin çdo gjë, do t'i tregoj ty, si që kemi lënë edhe bashkë, do dalim të jo si që kena lënë, me tregu sikur këtu, po dije se më favor është, si kam dalë keq, se si ju kam prek ju deri sa të prek asonte. Më favor është Eli, e di. Shiko, ti mund të Eli është më favor, fiton Eli kundër teje. Ti mund të prekësh nëse do, nëse beson, ata ti mund të bësh çfarë të duash. Jo, unë nuk besoj kërkan në shok shtashti. Ai qet letra më lajë. Unë kam të kërkoj ndjes ty dhe jam në pritje të dokumentave, gjë tjetër unë nuk them. Unë nuk akuzoj dot njeri dhe nuk them dot asgjë më shumë përveç faktit që kam qenë e kërcënuar nga ky person. Ore ti mundesh më thonë edhe ke kërcënuar edhe prej Aleksit nesër. Jo. Po prov s'ke. Po jo rezotrisë s'kam se dinje jo. A ke prov? Prova ti tregoj unë për Elin, patjetër. Jo, tregoja publikut, shkoj me Elin në live, tregoja publikut. Kur të dalin analizat të gjitha, do dal unë dhe të tregohet çdo gjë. Jo të bëhet siç e kërkon Eli. Nuk, shiko, e kupton që ne nuk jemi fare në këtë pjesë, jemi futur gabimisht. Gabimisht jemi futur, nuk e di se si ka qenë plani ati zotrit që na ka futur. Sa i po muhabet fix. Mosik prej live, se nuk të fol keq. Mosik prej live. Si nuk e tu, ti që ka paftur kajtë, po në qiti kërcenim mirë, në nëzirë i kërcenim, zë du të ashot. Do t'i shoh shumë shpejt që gjithë. Në nëzirë këtu, leni gënjeshtra, ka që kishët ti, leni gënjeshtra, pse nuk je në spital, po je në shpi? E bushtë. Pse nuk je në spital, po je në shpi? E jes mujë mëj bushtër, se po mban me folë kështu. Jo, se nuk jenë spital. Privat, se këshon se unë kam angër qame ka një javë, 10 ditë, o dzio. Nështë të thoni ma kraun e Eli, tu si maja shkrat e Eli, qëta se keni me dalë me thonë pala ne ma kraun e Eli, tu si maja kraun e kërkujse, as Eli s'm ka mdorë, as ajo s'm ka mdorë. Unë jam pa hak, si ju kam hak e hile shtu. Nuk ju kam hak e hile. Alex, si minut, lutëm. A tha kjo si m'ka kërcënu Eli. Po. Po vla, po mirë. O minut, lutëm se doja thami ta dy fjalë. Jo, një sekond. Ore. As kena i detyrën për mua shok? Po, të i kam thënë privat, ta tham prap, ta kam çu edhe vojsën e nënës kësaj mashtruses, që thot Aleksi na i mori, vetë na i hodhi, vetë na i mori lek. Hape tash e ka Rodioni. Foto hape një mail shive, po kjo është mashtruese. Unë i kërkoj kësaj, ta zjarri një kërcënim. Po, kërcënimi je maj malë që ka kanë, ti o do i këthesh lek shqiptarve, o unë do të fos bërë këtë kërcënim. Që ose ajo ka marrë për kërcënim, ja thamë prep këtu. Po ajo është kokra mashtruses, është një femër, është një, okej, vla, ti nuk e, o shok, unë kam hy, kam fol nga shoqa vetë, nga kjo, ma the i gjanë, e na djem rrugë me eksperiencë, ma the para një orë. Si me ranë këto graca ti? Qa graca? Me më ofendu mu. Jo, së shpuna me të ofendu ty. Po jo, jam qyta i du të shqiptarësh, më redë. Ha? Jam qyta i du të shqiptarësh. Po kështu dole aty. Okej, kjo sa më kënë gabimun,
Kështu dole vën, ka të sajt, i alot ashi, unë jam të shku 20 mesazhe në WhatsApp, Janë të shkujt 50 vetë, jo veshti, 50. Si për ja bë pyetje në vë, unë aty jam të e pas. Po jam në bla pyetje, pse ti iki prej lajme? Po iku aja, iku. A do t'i marrë njerëz të kuj njofun? E kam kërcenu pra unë atë, atë eskortën e Arabis. E pas kam kërcenu unë. Unë i kam lënë buka asaj, i shadha haram i bëhat buka jam, asaj e familjes vetë. Unë i kam lënë bukë, unë e kam qënë spital, unë e kam majtë, e i kam majtë se mi pas rëpë të familjes teme, po ajo është njëri e skort, njëri pa ftyrë. Njëri pa ftyrë. Oke, ajo është njëri i degeneruar, njëri e pa ftyrë, një femër e degenerume që qanë pa lëtë. A keni pa ju femër që qanë pa lëtë? Ajo është. Ajo është femër që thot jam e smurë, nuk është e smurë. Ajo është femër që ja kërkon Zotit me adhon smunjen, me amor jetën. E isha dhe ja qënë Zotit më apat smunje. Ju që më shkruni në WhatsApp, hajdi paraqit një ke live i kretë, se shtu më live atu më sha familja eme. Kretë më live. Nëse do një logori, hajdi më live. Mos më kërkoni me folë këtu mu, së kur të hotelit shkujta mesazh, s'kam nevoj mi bo pytje, erdhë kë. Hajdi edhe ju. Kretë o shok, më ma bo një halal po. Te familja eme, hajdi qa jeni ju. O Alex, se jam të dalë, shëpse. Më jepni mbrojtje, mos jepni. Krejt, hajdi më live, se janë bo zhonat më live, hajdi krejt, cili do logëri. Po lene bo se tani tu i kemë, më bo, qa që një më të mi vetë ke, i kiton në live i ke. No, këtu janë live, po pse se qojnë live-in me hyjnë, se janë të më kërku logërisë, se kur në WhatsApp, me po dhe ty pytje, se jam të po pytje, po të vinë live. O shok, shkurt të shqip, unë s'du më marrë me atë lavire, me atë shkurt arabijit ma. Ajo thot ka vetëm letrat e discharge, nuk kam tëna letrat. Kam fjallët e doktorit, kam kartën e doktorit, kam gjdo analizë sajen, i kam të gjitha. Ajo është një copë mashtruese që ka ngell një anë, se të shi ajo për më kërsenon mu, për më thot du dhe i tregoj unë ati. Ti mu, vesh mere i bisk, po mere tjetë me 4-5 teha që mas më bësh të mi rru. A kuptove ti? Ti mu s'ke që më banë se ti e mashtruese, je femen e poshte, je hajdute, ke fut Aleksin, ke fut mu, me vjell lek për ty. Edhe ty është të tik truni, është duke të këthy smunja, se unë ti kam bloku lek. Kjo je ti. Unë ti kam bloku dhe ti s'ke për t'i gzua dhe le kanë për t'i morë njerëzit mrapa, o palaqë, si ike për i këtu. Se ti është ti... Unë s'kam pas gjame Elin, kur? Se s'kena pas pëse mu gatru. Unë nuk kam falë... Nuk ka lidhe më gatru, dhe unë e ti një gjaj, ta shajë në punën tonë. Unë nuk mund me tashit për fyti. Kam thonë prast, fole zotnia se ka drejten me folë, sa thonë ju, u pajtut, ka drejten zotnia se ka dalë të mledh lek me mu, e ndash ta pranoni, e ndash mos e pranoni. A po mblenë të qasë për ty ju një minut? Ndash pranoni, e ndash mos. Ka drejt për ju se ka dalë të mledh lek të dy bashk. Dikush ma shumë, dikush ma pak. E gjojeli, unë për ty, se po ta tham këtu, ta kam thonë në privat, po ta tham prap. Në lëni mosu atësara me 2-3 komente leshit. Unë për ty, jo shok mu këto vetë, më kam thonë na i mori Aleksi lek. Ta shi, pse e dola une, pse menova unë? U bon shumë gjana. Vajzat morën telefon, thonë nuk na i pranojnë lek spitali mu bavë për im, që këto dëmek do ishin mu bavë për im. Këto ishin gratë funit. Kjo zonjusha që ashtu hangër aty torta të shpija të ashe, kjo në Arabi ishte një gratë funit. Ti Remburg, kjo mori mu në telefon, shoqja vetë, aman se ne nuk na i pranojnë ma spitalet, se na thojnë që janë lek pista, duhet me deklaru lek ga kanar si kanar. Ta shhajdeni në Amerikë, pra u banë gjitha bashkë. Sa erdhe në Amerikë o shok, i kam qut njajtën ditë në spital. Të ne e semen, kjo me shoqën e vetë, Aleksin e i mori lek të veta, ma zori go fondin, mi qoj ti kam qu screenshot sa ti ke, ti kam qu. S'm kanë pasar lek të akoma. Po, ty s'kanë pasar lek, po këta me qu në nuk. Pra kur përgjish pak keq. Në gjoj e li. S'patenar ta qajnë të thonë. Në gjoj të mërej. Këta më thanë mu, na i mori Aleksi lek. Okej. Unë thash qa po në këto vla. Shkruva ty u përgjish me pak me acarime me gjana mesazhe i ku krell. Të nesëmën të njajtë në gjanë për këty në vajzave.
Pra, nuk është se të kam futun ty këtë vallë. Kjo është dhe më thonë, okej, ky i mori lekë veta, kjo, lutem, kjo për del jo e smur, pra qaj bje këtu, tu ka rrëthi, Aleksi ka me këta, kështu ka menu unë, që ose unë e kam menu gabim, unë kërkoj falje këtu, unë se kam problem, se unë, Për zotën e unë kur baj, o shok, unë kur baj gabim, unë di me kërku falje, se e kam një që burni. Po asaj, ajo që ka ardhë tu, nga Arabia, në Shqipëri, në ku jeti, e gjithë kënë të fut shërë në tanë shqiptarizmin, ajo meriton me ju këthyja e smunje mrapa. A kupton Elin? Okej, qëse unë ty të kam rënë qafë, unë të publikisht 12.000 veti ke, unë kërkoj falje o shak. Unë nuk jam burë si s'di me kërku falje. Por, po të them si tana këta kanë arë prej këtyne, prej Geraldes, prej kësaj dhe prej motrës. Nuk kanë arë nga Eli, nuk ka dështë Eli me zjarë ty, po dalun mi Alex, no, kanë arë prej këtyne mashtruseve që janë këtu. E ti kam qu me vojsa, ti kam qu edhe me mesaje. Aja thot pse ka qenë ka që pregaditun këmë në registru. Të kam registru nga momentit që ti nuk ke pranu që nuk je smur. Nuk të kam registru ma parë. Të kam registru sepse shpia ku të kam qu janë kamerët e mija, shpia jeme. Kam hynë kamerë mas që ke ik. E i kam marë kamerët. Nuk kam hynë ma parë. Në makinë teme kam kamerë, mrena në makinë. Nuk e kam vu për ty. E kam se shof makinën për në krevat. Ma prek dikush makinë hynë telefon e shop. Si mërënë si jo është si janë e si këtej. Po nuk t'jam keni i pregaditun për ty. Po momenti kur t'ka arë ty doktorë që ta shkon në shpi, edhe ti nuk deshe me akthy lek shqiptarve, nga i momentu ka fillu me të registru me vojsa. Ti zonjushe si del këtu më ban viktimen mu. Edhe ti që shkove e banë denancim, pse nuk ta mori policia denancimin? Ti që del e më thu mu do merë mu në matë, që do merë është ti me mu? Rëjmirë mos merë mund me ty, se e pëtash jam të dlanë, se e femër. Rëjmirë mos merë mund me ty, se më rruët as për shtet, as për fare fisin tanë. Rëjmirë fët, edhe i këshduku nga këto. Pa la që femën. Mos më dilë mu këto me mba kërcenime, kërcenimet i banë ti. Ti që i ke me vrapë, si lepëj. Dhe ti është ti e smur, rinë këtu dhe përbadhësh me mu, dhe thë, okej, ku të kam kërcenune? Ku të kam dhënë një kërcenim më të voglin në ty? Dil me prova, mësë më thuj mu doj marim, kur doj marrësh? Kur doj marrësh ti provat? Kur? Urno? Për zotën s'mujta mu më dëru. E kam heka angthin. Nuk mujta mu. Valaj, ma bëni Allah dhe shoket është mirë. Unë nuk di me boj që shtu, po për zotën s'mujta. Nuk mujta mu. Durova. S'mujta mu. Ma bëni Allah dhe ju që u kam që unë gofonde, dhe shtata, Mulqakova, Tarzan, Bejl, Toni, krejtve, ma bëni Allah. Por e kam pa situatë në televizor, e kam pa në përvi pa shqiptarë, e kam pa dhe të golda gëja, e kam pa edhe të jeta në shef, edhe më ka rkeq, më dhimë t'i shpirt. Po të njëjtë në gjohë dhe unë si ti më Alex. Mu duk si me konë nëna eme, s'kam kërku as letra, as kur gjan, edhe e kam boshta. Shtashti e kam përmin edhe një ditë